detje Kalamaja, dolëm ne, familja erdhi. Ne dolëm tani të bëjmë një shëtitje te pjesa e qytetit dhe te krau tjetër, domethënë ku është lumi. Ja dhe bukuroshet e mia, janë bërë gati, i ka lyer Angji, i ka rregulluar, i ka bërë si dritë, edhe tani po dalim. Do shkojmë të pijmë një kafe, do bëjmë një shëtitje, do bëjmë foto, po normalisht do t'ju marrim me vete, nuk diskutohet. Çfarë po bëni ju? A ju pëlqen pamja? Ja na thoni poshtë. Çfarë po bëni? Tani sa po mbaruam kafën dhe po ikim te shtëpia. Ja kaluam shumë bukur, ja ishim te lokali këtu. Ja ku kam dhe Gjonin. Ja shë Gjoni. Ka pak turp. Ka pak turp Gjoni, nuk flet. Ja dhe Maci. Mac? Hajde Mac. Mac? Pse më shikon, nuk më do. Natën. Kjo është Kalaja. Edhe po mendonim që në një ditë të shkonim ta vizitonim dhe nuk e di duhet të pyesim nëse lejohet që të futesh brenda, edhe që mund të shikosh. Kështu. Ne kaluam shumë mirë, edhe pse Enja nuk qëndroi shumë mirë si gjithmonë, po kjo nuk është të një surprizë sepse Enja gjithmonë kështu bën, ju e dini tashmë. Donim të shkonim tek ai hoteli që është sa përshëndetësuar, lart, po patëm frikë se fëmijët nuk do të rinin. Më shumë Enja, më shumë për Enja. Këtu bëm disa foto të bukura kur erdhëm. Pak të lodhur, nesër na pret një ditë tjetër në plazh, do t'ju marr me vete sigurisht. Unë nesëm në Kalamaja, po i thash Erdit. Unë nesëm në pjesa tjetër e familjes ka ikën përpara. Ne pritëm babin që të mbaronte punën dhe gati dhe ne. Dita shumë e bukur, është shumë vakt. Super. Ju që po bëni që na thoni në një gjë? Si ja keni nisur ditën? Si po kaloni? Ku po kaloni këtë ditë? Shikonin qik, pasha, ka lezet. Jemi duke kërkuar farmaci sepse po më dhëm shumë koka. Si përfundim nuk gjetëm asnjë gjë. Më mirë po shkojmë te deti të marrim një kafe dhe të na kaloj dhimbja e kokës. Ndoshta nga vapa, shumë vap. Këtë ditë ka bërë shumë vap dhe pritet që të bëj akoma më shumë vap. Kujdes aty mama. Kujdes. Bravo. Sot është ditë e mërkurë dhe nuk ka shumë njerëz, edhe jemi shumë mirë sot. Tani ne ju kemi treguar pjesën anën e djathtë. Tani do shkojmë në anën e majtë, se si që thash familja ka mbërritur. Tani ne, ja shikoni, t'ju marrë me vete. Jemi me babin edhe me Enjan, që kanë qikerë sot në fakt. Frika pak erë sot. Njëse njerës ka. Enja me kushëririn Odin. Shifni sa bukur që është. Ka lezet, një kafe të deti. Shikoj një qik mami sa e bukur je. Nojs, da ti shikoj një qik mama syzet. Ua, sa e bukur që është këtu, moj, sa e bukur. Uj, është super. Është shumë i pastër, është shumë i qetë.
Ka lezet këtu. Ku po shkoni? Ku jeni nisur? Ku po shkoni? Bravo. Tanine, po ktheheshim nga plazhi. Ishim, pam dyqanin All Store dhe tham pse mos shikojmë në ndonjë çantë të bukur ose në një rip ose ku dëgjonja, pas ka dhe lule, këtu pas ka dhe lule. Këto çantat më pëlqejnë më shumë se janë për stil të përditshëm, enja që vërtet ande nga ana tjetër. Çdo gjë domethënë perfekt. Jemi të lodhur dhe nga plazhi, po nuk po na rije, po donin të shikonim dhe ndonjë gjë te dyqani. Kjo çanta këtu, po, kjo e zeza këtu dhe kjo e bardha, sepse unë zakonisht i mbaj me krah dhe i vendos te kurizi. Janë super për përditshmëri ose për të bërë pazarin. Dhe në plazh, këtu ka dhe çanta plazhi. Këto janë nëse keni ndonjë sebeb, ndonjë dasëm ose këto poshtë janë dhe për përditshmëri. Kemi dhe freskuse, çfarë të do. Ka turp, nuk flet. Përshëndetin qikant. The sun is shining bright like a colorful aurora. Gëzuar, t'ja kaloj mirë. Erdhëm të drekojmë këtu, edhe po presim, kemi bërë porosin dhe po presim. Kjo është thjesht në familje do të thotë që mund të qeshësh, mund të qash, mund të gëzosh, t'ja kalosh bukur, të bësh një shëtitje, të mblidhesh të gjithë dhe të kalosh një ditë në det. Nuk kanë gjë më të bukur se thjeshtësia, se harmonia, se spontaniteti. Jepni, dhuroni atë që keni, dhurojeni me zemër, sepse është shumë bukur. Kur jep, sidomos në familje, ndjen kënaqësi për vete, për të tjerët dhe çdo gjë shkon shumë bukur, ashtu siç na shkoi ne. Kaluam jashtëzakonisht shumë bukur. Kjo është pjesa e parë, por ne sigurisht do t'ju përshëndesim me një udhëtim tjetër të radhës, me ditë të tjera të bukura në det, në pjesën e dytë të vlogut. Faleminderit shumë që më ndiqni, faleminderit shumë që keni qenë me mua gjatë gjithë kësaj periudhe. Ju kam xhan, ju përshëndes dhe ju uroj një verë sa më të bukur, ashtu siç do zemra juaj me familjen dhe të dashurit tuaj të zemrës. Ju kam xhan, ju përqafoj. Shpresoj t'ju kemi kënaqur me këtë vlog.